Unë edhe kur isha në Stamboll, të gjithë shokët më thonin pse jeton ti në Stamboll, një vend si Shqipëria, si Tirana. Dim pse, sepse aty është shumë kallabllëk. Ka shumë njerëz në Stamboll. Dhe ata më thonin që pse si jeton në Shqipëri, po unë i thoja kam ardhur për një specializim për të kuptuar diçka më tepër, për të marrë diçka më tepër dhe mendoj se aty në fakt kallabulliku madh ke drejt. Shumë i madh. Po është sinqerisht. Betohen se shoh për shembull kur shkoj nga aeroporti për në qytet. Nga po? Ecën dhe kur fillon futen në qytet janë njerëz në rrugë kështu. Tmerrshëm, po. Një Shqipëri e madhe atje. Por kam menduar gjithmonë atë shprehjen shkodrane që thot guri i ran peshon në vend vet. Pse të mos jetojmë në Shqipëri kur bën një punë që ti do dhe kur ti ke të ardhura të mira, do thoja, Shqipëria është vendi për mendimin tim më i mirë që mund të jetosh. Unë flas për Shkodrën të paktën. Megjithëse momentalisht jetoj në Tiranë, flas për Shkodrën. Shkodra, ju e dini, është rrethuar nga lumi, nga mali, nga deti. Do të thonë Shiroka është vetëm 15 minuta larg, Zoga është shumë afër, tani po bëhet edhe rruga e re. Mendoj se këto i nevojit e një njeriu, një natyrë që është e jashtëzakonshme, do thoja, e paprekur akoma, e virgjër komplet në sidomos në zonën e Shkodrës, të paktën atë marr përsipër të flas se e njoh më mirë.